Më në fund pak ko vetëm. Faleminderit që ekziston. Gëzuar. M'fal, qa drejshin doni ke studia jo? Ja, të festu më burë. Po festojmë Shë Valentinin, hello? Për sa kohë se festoj unë Shë Valentinis, ke për ta festu asti, qo shpejt. Avash, ti është Dalia pasjellshëm. Oh, kemi edhe ne single. Gëzuar Jull. Ajde gëzuar. Asi dhe Shë Valentini. Mirë se erdhët në skandale. Tani mi që Shë Valentin, mua më ka rënë një hall shumë i madh, se po fisa me mamin dje, edhe më tha po nuk ku martove këtë vit, s'do martohesh më kur. Ndoshta ka drejt. Jo, nuk ka drejt dhe ne do i vërtetoj mamit tim të kundërtën. Martojmë në publik sot se kanë shku lokalet shtrenjtë. Shumë mirë. Shumë faleminderit. Rams. Do we look as a couple? Auguri? Tanti auguri. E tanti bambini. Sa më shumë kalamaj, okay. Auguri! Thank you so much. Shumë faleminderit. Ti sei sposata? Con Americoni, la frusqua! Auguri! Thank you! Qa po thonë? Premtoj që do bëj një super program me ty. Premtoj që do jemi dyshja më fali që ekziston në Andale. S'ka nevojë të më premtosh se. Okej. Premtosh. Po nisa. Unë pranoj. Po s'propozova unë, pranoj unë. Pse pranosh ti? Më të bëjnë më. Ne dy kundër universit. Ne dy kundër gocit, kundër pa manualit. Kundër sportit, kundër what the fuck. Por jo Dalina Show. Dalina Show mund vazhdon. Madje Dalina do jetë dëshmitare të dasma jonë. Është maid of honor Dalina të dasma jonë. Zuar zemra ime, trashëgohemi. Zuar dreka dasma. Ka buxhet kishit. Ç'është kur martohesh për dashurinë? A s'ke makinë? Jo, s'ka makinë, ka është mundësia ime. Hajde me mull. Me mull autobus, Jull. Hajde gëzuar, dësar të kuro. Unë, me që thoni ju, me që po rrëfejmi gjithë, që nuk nga byti kërkush, unë kam 23 vite që nuk përqafohem nga askush. E trisht. Dhe me që s'kam përqafime nga askush, do dalim në rrugë dhe do përqafohemi nga njerëz rastësor. Pikërisht për atë kisha nevojë. Hajde pra, hajde na përqafo, hajde. Hajde në griva! Kam parë. Rojmë dhe. Shumë e mirë. Se përqafoni para me atë. Se shini që bën griva. Të rapesh përqafin nëna? Desu për ty! Desu për ty! Ja, si të mos. Si e ti? Ju jeni ju. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë e mirë. Wow. Jo, bodi, ja pra. O, qa ikone. Shumë e mirë. O, dritë. Jeni syre. Shumë faleminderit. Shumë e mirë. Shumë faleminderit. Grupak! Pa ju bote. Ja. Unë ty, kurse gocën dhe përqafoj. Hajde. Hajde, se gjina. Hajde, ju bote. Absolutisht e konë.
më qafon mua para se gjithë i kënë të Kitë të vini të një shëndet. O të me ngriva. Vesh marsi, e shlet donë zotë. Shumë a ndere. Ua, qa për shafime që ngrota. Shura man, kishe 23 vite pa e ndje. Kishe, së nga 21 vjeç akoma. Mirë, edhe 2. Okej, ne tani u martuam bashk, po erdi ka të bëjmë gjithë më të bukur të tjerëve, se ka shumë tjerë si ne aty. Ta përjetojnë të tjerët. Kështu që do ikim të propozojmë njerëzve rëndom në rrugë. Isha së bëna rafin. You wanna marry me? You wanna marry me, please? Marry me. Why not? You don't want me? Zoja do martosh me mu. Po qa nuk është ajo së përqen. Si flasë Së përqen, nuk di me gatujt, nuk di me pastru se du hiq. Hiq se du. Ti dukesh gruzojnë, ti dukesh gruzojnë. Dhe shumë kesh, vrej e mirë. Ah. Sa djani Mo da e, bra. Gatuam vetë, kësë ka në vetë për mu. Ne ke vjetë djani më të bukur. Ska me bukur on? Sa është e bukur kjo? Ne ti e bukur je, pa djani nuk kam bukur. Atë pëlqen më se? A, po, shive si ja, shive. Mos e vrej. 2 metra pen, pionde e bukur. Jo më të poshtë. Pa di. Bajnë si për bjonde ja. Do you want to marry me? No, I am. Congratulations, I have my husband right there. Do martosh me mu? Do martosh me mu? Unë jam e martuar e trashëguar. Mirë. Takzash. Lëm bori për ty. Will you marry me? Gjellëm të refuzu gjithë. S'do lidhem kur. Hikte, se ti të mi prish ato mundësit. Me që dhe ne jemi të palumëtër, jemi single. Mos pisho, mos pisho. Qëtëso. Okej. Kemi marrë kësaj radhe të rosti, pa manualin dhe gocin. Goca të palumëtëra single, që nuk e kam festu kur shën Valentinin. Si ne. Veç Blerta, se Blerta ka buzën e saj. Nejse, fillojmë me rostin e gocit! O goca, qa po bëni? O të se interesi farë. I ke për këdhel, motra. Okej, si ja bësh. Goca, qa po bëni? Tu fol me ajrin. Goca, si jeni? Më të fëllë më oksigenin, qa bëtë, si jeni mirë? Këtu një këshu një krikët nojsh. Gjinkallat. Më falë, ja, më falë shumë. Më falë për zotin. Se ti shetë? Ja, po janë banjë, po vish po vinë, se ja do më thënë erdhen, se nga që ishin aty. Ja se janë këtu, po vinë nga banjë të raca. When you, no, ma qa gjeti si ku e vrau Melisa, ku janë gocat? Vetë marrë shpejt! Trego ku janë goca e fundit gocit. Gocat ju që s'po vinë, po e marrin qetë, si kur e qithë po të rrotullohet rreth tyre. Qa është këtë gjërim si film horror? Si Lady Whistle Down, dearest gentle reader. Melisa këtu si sja i zëri. Ajo mami që vdesën fillim që thot, ju mendoni që kjo është një seriali? Me lejonet ju rëfej historin time. E gjitha nisi kur goca e gocit të vanuan. Si vdisha unë. Dhe ema, nuk është më korektja sepse do gocin më shumë. Thjesht i kanë rënë ato miliona klikime që merriten nga pranket, sepse Altin e ka rëmbyer Kristeli. Okej, Melisa sa më lef pas ka pas. A ishte goats apo ishte roasting goats? Ti ke pas ma 1 milion? Po tani se ta ka marrë Kristeli Aldin, pranket. Pranket. Pranket, si tuhet? Reng. Prank? Ah, okej. Reng është fjallë që po kërkoni. Pranket. Shpeta në kohëm të Dalina se Po jo, Melis, po ha tashi. kontrollit jo se as unë nuk e meritoj këtë gjën, as Andele nuk e meriton këtë gjën, as publiku që është shef. Po ti e di që se bëj me dashje. A po shumë e vërtet e Dalina? Moj, po kjo të shpatë. Fakti që e vdekme i ka shtyp ato taka ka të bë kontrol. Te një ta shkallë. Po i këtë Dalina. Po i këtë Dalina goca, vazhdoni bëni sikur i ka të Dalina. Po fakti që kalon nga kamera kështu. Melisa, the newest member of Goats, tu dal pak nga pak i herë nxjerr krahun, i herë nxjerr trupin, si ato mamat në kështu në te Tomi dhe Jerry që nuk duket kur, nuk ja kemi pa fytyrën. Gjërojmë qeftas. Që mos ta marrim vesh të që unë për gjërojmë. Po mirë. Po gjërojmë qeftas. Qeftas.
Fiks, do më thënë, po, se kuptojnë fare, qa po gjëra, po gjëra. Princa tanë të dashur, tani ju e dini... Tani që i ku Melisa, Klea që ka bëhë hijabi, kuj. Pas ka musha mi. O të më falë, ndijes, që kërkoj shumë ndijes. Ua, do blej një stiq, o Kristian? Tish, që ka me një marrë? Ka lusha e zëtin dhe e blim i stiq? I stiq o Kristian? Ke 2 karrige këtu? Gjedhe një për vete se kemi punë tash. Ta dhja i që po e pret. Sa ke që ke karrige, jo t'ja shke, oke, ta marrë gjithë tjetër. Okej, rina ajer ti. Doni na një thyshme? Do në i thyshme, se risi palotët Kristian. Risi thyet ajo. A don me ma thë? Me ty e ka, me ty Gjaxhi. Se tash? Piraki e këndoj për ty, tim duhanit. Ata Gjaxha që dalën aty për bukën e gojës, në gjojnë një tipe. Piraki, Gjaxhi, e mendoj, ai që është alkoholist. Pusha! Kështu ndjesha unë kur pja ujë me tapë. Nuk ka gjë të hapme, kepesh kështu kumla afiku. Qenë të kumla afiku? Kumla fiku. Kumla lështrytesh? A keni kështu dardh molle? Qenë fruta qartume. Po rusha nanasi keni? Gjaxhi e mërtu ka 50 vjet. 2, 4, 6. Je martu 50 vjeç? Pse ka ema për hek do putalliqet, pse? Gjon 50 e verë qa do vetë. Je martu 50.000 lekë? Je martu 1150? Ke 50 lekë? Zysh Miranda! Si ka ikur në skutë më të erët, si me kërku me nej botrum. Zysh Miranda, si kur është taj shpirë Zysh Miranda. Ajo kalon të gjithmonë këtu me Serbian Lady. Sa të qëra se në i gjërë? Anita Zysh Miranda. Qëni në Gjermani, unë jam shpresa, nuk jam Zysh Miranda. Po mos nga tronë emri. Po jo, dhe për sa nuk ka gatronë. A i që rase me një ujtë papaguar. A do që asme na i gjyshko ke fotograferje, merë papaguit. Na, e ki nga unë. Ta thash nga zemra. Kjo që sa po do them, është shumë pa manual nga ana ime, po racë më të keqe se Tiranësit. Të bet. Që race e ti Laqianë? Po, racë më të kej se Laqianët. Racë si ku janë Unë racë. jam race ersejke. Ajo në tha i shqiptarë. Për zotë. Sa mirë ta kanë bërë kështë të Coriku. Sa mirë ta kanë bërë. Ajo nëna, she's feeling. Ju lutem kujdes e lëviz go. Ema, kujdes e do biesh, o Ema. Kujdes e rrotulloj goma. Ema si ka 7 shpirtra të zhepi sot. Maja me largë gjë me rrezikshme. Në gjë mira të fi, kujdes e Ema, kujdes. Pa hame se këtu s'po bërë ndonjë gjë. Si për një gomë po hip. Mendoj që ka hip te goma gjithë tregonte pak asetet e saj. Ema, I see what you're doing. Hajde! Shiko dhe, ja qoj një mashkull i plerë. Mashkull i plerë. Dhe ja shë një mashkull i plerë, e kuptova, pa merak. I njoft me shkuj plera, thot Gjaxhi, i di shumë mirë. E di që ke përdesin, thot Gjaxhi. E dua kështu të paketuar. E do me vrim. Okej, me përim jam. Shika gati, të apse kërko aty. Ja. Po, do të nxjerrë ajrin ajo tani? Goma literalisht e ekspozuar nga Në gjitha pikë të anët. fundit. Nga të gjitha anët e ekspozuar me ajer. Të nxjerrë ajer të ne kjo? 4 IQ. Shumë të larta. Baje shpejt. Baje mirë. Hajde, nise. Hajde. Më falë, këto, më thënë, si shofi njerëzit këto? Më thënë, si mund të nxjerrësh thjesht një gomë, ti është të kaloj rrugën edhe hajt, u shujt iko materiale, kemi, është perfekt, Po, ka, super super. sfidë, ua, ta bënim në atë. Kuvendi është pak më i vështirë. Pse që ka kuvendi? Fjalët e kuvendit dalin sheshit. Okej, ku fola për IQ-n kisha shumë drejt. Fjalët e kuvendit dalin sheshit. Nëse ti fjalët e veshit dalin sheshit, po edhe ku. Jo, është shumë e Ah, kuvendi Fjalët e parlament. qeverisë dalin sheshit, fjalët e parlamentit dalin sheshit. Si sa shkele e makina. Se nuk e shkeli. Është si sa shkelin ne kur bëm piknik. A ty kishin drejtën të drejtën? Kam lexuar të inteligjenca emocionale që nëse do të dalësh nga zona e rehatisë do të bësh gjërat që nuk i bën. Ku t'janë njës, të fakti që po mundoj të komardarja kështu, të fakti që ka lexuar të inteligjenca emocionale. Ku është? Brenda mënjes vetë. Inteligjenca emocionale lidhur me këtë skenë, nuk e di domethënë, është si cum la fico. Dalina, u bëj së gjë për kocin!
Bëj çdo gjë. Bëj çdo gjë, u futa në një vas me ujë. Ëmi lag flokët, aje fuqishme, a bën çdo gjë. Lagi çi. Tu maj flokët me kapën. Dalina mos e mbyll gocin, unë bëj çdo gjë për gocin, dhe thjesht është futur në një vas me ujë. Dalina bra një dush me ujë të ftohtë. Wow, Dalina mos e mbyll gocin, është crazy fare. Ua, s'për shketot ma për zotin. Për zotin, na bën për... Ta ne kemi pa manualin. Na duhet pak kështu gëzuar. A i gëzuar koleg. Unë ata sy që më prisni në çdo çast, në çdo moment. Ua, shkrujtën, ka marrë fund karriera Aleksandri Zhokës. La muzikën e Aleksandri dhe ja zon gocën e pa manualit. E të mërshme. Pse i nisin për herë një këngë? Pse ja bastardojnë atë karrierë, atë diskografi që ka? Se Sandri Gjoka, s'po e them, por është fantastik. Që do e thoja me atë s'po e them? Do thoja nëse do ishte më i ri, po... Nuk është i ri. Nuk është i ri. Ke nipin. O, kjo available. Kur ai nuk është i ri, kapin i nipin. Kur ai nuk është, kapin i nipin. Nipi 2 muaj. Po më këshin munguar mbledhjet tona këtë pauzën që bëm në fillimin e janarit. Pse më lutë fare? Pse se vazhdo pak më gjatë të pauzën e janarit, ju lutem, kini më shqirë. Pse nuk ishte për hershme pauzë. Po flasin emër të gjithë çunave. Kështë marrë malli. Pam. 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 Pam 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 pam. Pam. Shumë e vërtet. Edhe sa sezone na duhen në pa manual që të dalim në konkluzionin që meshkujt do të vdesin? Ashta kështë në një sezon. Edhe sa sezone duhet ta kuptojmë që ne s'bëjmë, që ne do ta mbyllim këtë pa manual. Mos ta vërtet burri im është bilioner dhe unë thjesht jetoj dhe marr frym. Yes. Ndërsa unë sot jam veshur kështu si një vajzë kolegji që prindërit e mi kanë që ai si marinare. Vajzë kolegji polumbar, e cila rreth botës për 80 ditë. Na nije. Sigur është jenë plumbat aty. Edhe kjo është. Zoti të bekoft Zot, fjala jote në vesh të Zotit dhe Zot të bekoft Zoti, fjala jote në vesh Zotit. Okej, tu i than Zoti të bekoft Zoti dhe fjala jote tjetë në vesh Zotit, ty Zot, okej? Okej, perfekt. Logjika pa manual. Po shumë bukur, kështu vajzë riçe pastër, po edhe kështu me një glow. Vajzë riçe pastër, se zakonisht jep zhulse e varfër. Vajzë riçe pastër, se e pastër vetëm një vajzë riç mund të jetë. Ajo historia që ne do lexojmë sot, unë mendoj që 1 në 2 goca e gjejnë veten. Unë se gjej vetëm. E pa i gjej kam unë pra 1 në 2 goca. Shumë të kishë marrë alkohol për premium balajti. Po vërtet po hajde. Mund të kishë marrë. Mund të kishë marrë alkohol. Edhe pse ishte me atë, gjatë gjithë kohës vazhdonte të më shite. Dhe në një moment i them me sy që të vazhdoj me atë që ka në krah. Si mund të flasësh me sy me gjithë respektin? E kuptova. Do që mos vazhdoj me këtë që kam në krah. E kuptova shumë jo me sy. Kuptova shka. Shikoj partnerin e kësaj që del nga banja me një gocë. Dhe ky fshin buzët. Blerda këtu që e ka mikrofonin këtu poshtë. Really? Really? Dhe unë ngela. Ai ngeli më shumë se unë, ngelëm të dy. Unë e Juli të folë për shkollën. Në 2 për universitetin, unë ngelëm të 2. Edhe unë ngela. Ajo mund t'jetë e gënjeshtërt. Si ka mundësi që ty nuk... Unë them vetëm të vërtetën tënë. Të vërtetën tënë. E gënjeshtërt. E gënjeshtërt. Gënjeshtërt nuk e toleroj. Si mund të thuhet e gënjeshtërt? Një mashkull që ka një vegël që i punon ose më shumë se ç'duhet. Po, shiko, se as Çelis papagall, çfarë është ai mekanik? Po mirë, këta ankohen për shembull që i mashkull më bëj gabime. Po edhe kur i punon më shumë se ç'duhet, prapë është problem për gocët e pa manualit. Imagjino tani ti je lidhur edhe unë. Po pikërisht aty që ndroi Megli për Jason, imagjino ti je lidhur. Vetëm ta imagjinoj. Se nuk do ndodhi. Nuk shkon dash larg imagjinatës. Që ajo mund të deliroj, po mund të kthehet me këmbë në tokë dhe ta kuptoj të kërkoj falje. Mund të kupam ka pak më herë edhe. Me këmbë në kokë. Unë të këmbë në kokë. Po tallemi Blerta. Po tallemi qarta si unë me Xhezin. Qarta si me të lidhura asnjëra. Si me të lidhura bashkë. Qarta si me të lidhura fare. Në të kisha skena punë për manualit, nuk e di. Qoftë me kaq. Kështë Valentini shumë i kishë taj ra. Shpallet alarmi kuq për Shën Valentinin, ku dashuria nuk po hitet më në ajër, por po përfundon në korsi dhuratat e Kleas.
Në Vil po jetohet me një dietë rreptësisht digjitale, ku Blerta ka vendosur ta kthejë Benardin në një makinë pasqyrie që punon me blic. Jemi të shqetësuar se Benardi nuk bën më sufle për pasion, por si kusht për të fituar lirinë, ndërkohë që Blerta monitoron çdo lëvizje të rrahjes së vezëve. Nëse dashuria ka lënë nga stomaku, në këtë rast, stomaku i Benardit duhet të jetë bërë një puset çokoladate, ndërsa ne po presim momentin ku ai do kërkojë ndihmë përmes sheqerit plur. Situata është bërë kaotike tek sektori i beqarëve, ku Klea po praktikon një lloj poligamie shoqërore, të cilën shkenca nuk e shpjegon dot. Ajo është ndarë nga ishi i saj për të lidhur me Meglin në një bashkëjetesë 24 orare, por ndërkohë luan rolin e partneres me Desin sa për të mbajtur publikun në tension. Klea është vetmi person në botë që ndarjen nuk e shes si vetmi, por si mundësi për të krijuar një korporatë ndjenjash. Ku Megli është bordi drejtues, ndërsa Desi imazhi marketingut. Enigma më e madhe mbetet klubi i sheqerit, ku Ali dhe Kristo vazhdojnë luajnë lojën Jemi dhe s'jemi. Asgjë nuk kemi, ja. Ata rrinë shumë bashkë si çift, saqë edhe fëmijët janë të konfuzuar se kujt duhet i thrasin mami. Lojën e thellon më shumë Kesiana, e cila ka hapur emisionin Vibe me Vipa, ku metodë kryesore ka injorimin. Njëherë bën sikurse një Aldin, dhe njëherë bën sikur s'ka ndodhur asgjë midis tyre. Jemi në një pikë ku Aldi rri me Kristën se Liz puna, ndërsa Kesiana i flet të Aldit se ashtu është vibe-i. Dhe vetmja gjë e ëmbël dhe i qartë në këtë histori mbetet sufleja e Benardit. Okej, mbaru. Kjo ishte gjithçka që ishim përgatitur për sot dhe deri në episodin e radhës nga unë dhe Juli. Puçi, puçi! Ándale!